Drejtuesit e Vllaznisë kanë bërë sot realitet blerjen e parë të tyre. Ai është Olsi Gocaj. Shkodrani pas një sezoni të suksesshëm tek ekipi i Laçit, rikthehet sërish në shtëpi. Para dregën e sotme e ka arritur akordin me administratorin Gjyrezi dhe më pas ka hedhur firmë në kontratë. Madje sa i takon kësaj të fundit, duhet thënë se lojtari dhe klubi kanë rënë dakord për një kontratë 2 vjeçare. Gocaj ka qenë një nga kërkesat e trajnerit Sungu për të patur në skuadër dhe drejtuesit e klubit ja kanë plotësuar atë. Të dy ata kanë bashkëpunuar për 6 muaj së bashku tek Laçi dhe kjo do të thotë se trajneri aktual i Kuqebluve ja di vlerat dhe për këtë arsye dëshiron ta ketë tashmë edhe tek Vllaznia. Me ardhjen e Gocajt plotësohet në këtë mënyrë vendi mbetur bosh në krahun e djathtë të mbrojtjes nga largimi Beratis si Tarbri. Me ardhjen e këtij futbollisti ka nisur në këtë mënyrë zyrtarisht merkatoja e Vllaznisë, sepse përveç rinovimeve në kontrata me futbollistit aktual, po synohet edhe marrja lojtarëve të tjerë cilësor. Sa i takon rinovimeve, sot ka firmosur kontratën e re dhe portieri Erind Selimaj dhe po ashtu ka rinovuar edhe mesfushori Ardit Krymi. Natyrisht që këto nuk do të jenë kontratat e vetme, sepse në ditët në vijim priten edhe të tjera firma të rëndësishme. Drejtuesit e klubit janë në kontakte me disa lojtarë cilësor dhe shumë shpejt pritet akordi me ta për t'i veshur Kuqeblu. Garancia që krye bashkiaki Ademi dhe Borti Mbikëqyrës i kanë dhënë drejtuesve për ndërtimin e një skuadre cilësore. I ka vënë në lëvizje këtë të fundit dhe tashmë pritet konkretizimi i tyre.